realisht është goxha vështirë që të ndryshoj rezultatin në përqindje të mëdha në këtë realitet politik që gjendemi. Unë besoj që rezultati do të ndryshonte plus minus 4-5% varësisht prej skenareve në kuvend. Pra nëse lëvizja vetëvendosje do të arrinte të bënte kalkulime të saktë siç bëri herën e kaluar dhe të nxjerrë opozitën si dekonstruktive që nuk po duan të votojnë presidentin e ri apo presidenten e re dhe po dojnë vetë shkojnë zgjedhje, do të arrijë prapë rezultatin që ka tani. Ndonë se do t'jetë goxha më e vështirë pa prezencën e një pjesë të madhe të mërgatës në Kosovë, por unë besoj që rezultati i zgjedhjeve të ardhshme, nëse kemi, do të varet shumë nga skenaret që ndodhin në kuvendin e Republikës Kosovës, sepse qytetarët e kanë dëshmuar që jemi lodhur nga zgjedhjet dhe nuk është se ka një dëshirë të madhe kështu edhe nga vetë elektorati i Kosovës që të shkojmë prapë në zgjedhje, kështu që varësisht prej skenarëve që ndodhin në kuvend, besoj që do të jetë edhe rezultati i ardhshëm. Unë me ditë kështu që propozohet presidenti për shoqërisë civile, kishim qenë një organizatë tret bashkë që tash edhe ishim mundu me bue